në qytetin e bukur. Edicioni 31 i konkursit Zërave Bilbilat, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, ka hyrë në fazën gjysmëfinale, e cila po zhvillohet në skenën e teatrit Mixheni. Në këtë fazë po garojnë 87 fëmijë, të ndarë në 3 kategori sipas grup moshave dhe niveleve shkollore. Interesi për pjesëmarrje këtë vit ka qenë më i lartë, çka tregon edhe një herë rolin e rëndësishëm që ky konkurs luan në zbulimin dhe promovimin e talenteve të reja në muzikë. Sonte jemi në natën e parë dhe janë pikërisht fëmijët e klasave të 4-ta, të 5-ta dhe të 6-ta, janë plot 35 fëmijë, ato të cilët arritën pra në këtë fazë falë talentit dhe punës të tyre. Për ne është një arritje dhe është risi, të menosh pra që krahas fëmijëve pjesë e shkollave nëntëvjeçare që përfshin Bashkia Shkodër, pra të qytetit, ne kemi edhe nga njësitë administrative dhe kjo vjen sigurisht edhe falë mësuesve të muzikës, interesit të prindve dhe të fëmijëve, por edhe punës tonë, sepse jemi ne ato që kemi shku në kërkim të talentit. Drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Orieta Kelaj, shprehet optimiste për një edicion me nivel të lartë artistik, teksa thekson se pritshmëritë janë të mëdha për performancat që do vlerësohen nga juria. Në panelin e vlerësimit janë Kolec Gajtani, Bardel Hysa, Rozi Shlaku, Glerdit Turmetaj dhe Ketlin Pjalmi. Atëherë vetë festivali i zërave, Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë, lindi si një nismë nga mësuesi i paharrur mjeshtri Mall Kujtim Alia, si nevojë e plotësimit të festivalit lokal. Por gjithashtu edhe duke i parapri edhe përgatitjes korit, pra marrjes së fëmijëve më me kualitet, për të bërë pjesë e festivalit marrëkombëtar të fëmijëve. Dhe diçka i baj një ftesë të gjithë qytetarëve shkodran, pa dallim moshet, sepse këto janë fëmijë që do të kënojnë sot vegjël, por sigurisht që një të ardhme do të jemi të gjithë krenar për to, që të bahen pjesë e këtyre edhe gjysmëfinaleve, por edhe 2 finaleve, sepse kemi 12 formacione korale, kemi Bilbilat e Vegjël të këngës qytetare, gjithashtu, pra dhe nata e 2 që do t'jetë me fëmijët më talentuar sipas 3 kategorive. Finalja konkursit Bilbilat është planifikuar të mbahet me datët 8 dhe 9 prill, ku do shpallen edhe fituesit e këtij edicioni.